Fatmirësisht pjesë e Power të Gjarë këtë vetë kanë qenë edhe studentët, cilët mundën me mësu pak ma shumë, mi pas disa njohurima tilla për tregun e punës, po këtu e kemi Arlinda Hajdarin nga AUKU, e cila na tregon ma shumë se si ata i përgatisin studentët që me shkëlqy ma ndej në industri ku ata gjinden. Mirë se erdhe Arlinda. Faleminderit shumë për ftesën, unë u kënaqa sot. Një samet i shkëlqyshëm, punë e mrekullueshme, kudos për krejt stafin. Faleminderit shumë Arlinda. Ju bëni një punë mjaft mirë në universitetin e juaj. Am tregoni pak a shumë cilat janë ato metoda që ju u tregoni studentëve që kur dalin në tregun e punës, mos jetë ajo si një arenë e huaj e largët për ta. Unë besoj që nuk është, të paktën për studentat tonë. Ne kemi zyrën e karrierës, ku një prej mendoj top kurikulës që e bën më të famshme dhe më të suksesshme është që kemi të përfshim punën e praktikës, e cila është e obliguar. Studentët tonë nuk mund diplomojnë pa i kry 2 punë praktike. Çfarë periudhe kohore? Qoftë internship që mund ta bëjnë për 3 muaj gjatë verës ose për 6 muaj gjatë semestrit cilin janë ata, po nuk u lejohet dhe nuk është e preferueshme të bëjnë praktik, internship full time. Duhet jetë, domethënë, gjysmë orari ose të jetë verës me orar plot. Siç parashihet edhe me ligj. Po besoj, po nuk është që aplikohet shumë, edhe pse unë kam shumë kontakte, marrëdhënie shumë të mira me shumë kompani, institute ku student tonë kryjnë puna aty. Po të kthejnë atë tema, do të thotë pse qysh përgatiten studentat tonë, ata fillojnë qysh në vitin e parë kur regjistrohen. Përpos lëndëve akademike, cilët duhet t'i marrin, vazhdojmë edhe me ekstra kurrikulur tjetër që ata duhet t'jenë të angazhuar për workshope që i përgatisim për CV, si ta bëjnë CV-n më të mirë, ta adaptojnë me pozitat që do të aplikojnë, pastaj të përgatiten për intervista, ne organizojmë shumë intervistat mock interviews, se muj me quajt intervistë të rrejshme ose stimuluese ndoshta. Improvizuese, më mirë pra. Edhe ajo ju ndihmon shumë. Do thotë ata kur dalin treg already veç e kanë atë me thona të ndjesin që nuk janë duhe bo për herë të parë një intervistë dhe kjo ja u lehtëson shumë. Edhe nuk kanë atë ankthim pas studimeve. Po, patjetër, mirë, po prapë për mu me të top praktika. Do me thonë aty student tanë mrinë me kuptu se çka dojnë me bo tutje në karrierë. Ka shumë raste kur ata ndoshta kanë bo një praktikë cilën as pak s'kanë ndonjë, me thonë, eksperiencë të mirë, po ja që kanë fitu, pra asaj kanë përfitu. Edhe janë mësuesi me i menaxhu edhe situatat më të vështira dhe kur nuk mirëpriten. Po pra, edhe janë mësu që, ose janë vetë disu që nuk janë për atë punë që already e kanë bërë. Po pra, munden me eksploru pak veten edhe gjatë studimeve, sepse zakonisht kjo teknika ndodh shumë vonë, mandej kur ke fillu punën e ke eksploru tek atëherë tregun e punës, kështu që pas studimeve ata thjesht e din ka më orientu, janë veç të gatshëm. Po, do me thonë përgatiten gjitha mënyrat. Përpos asaj organizojmë gjithmonë një herë në vit paktën panajirin e punës, ku ftojmë kompani të ndryshme, se për mu prap e them një aftësi top që mbetet është komunikimi, është rrjedhëzimi. Kjo ju mundson atyre t'jenë gatshëm për treg pastaj tutje. Edhe këtë e fitojnë gjatë këtyre workshopave, eventeve që ne organizojmë. Do të rëndësi shumë të madhe ka zyra e karrierës. Menoj që këshillat më të mira i marrin aty, e uroj që këto t'i ketë secili universitet, ju vetëm ne, se unë prej praktikës edhe prej njerëzve që kam bisedu edhe feedbackun që kam marrë për studentat tonë, kam marrë jashtëzakonisht feedback të mirë. Do me thonë, kanë studenta që marrin intervistë dhe janë të mahnitshëm, që më thonë, wow, sa mirë janë të përgatitur. Por që me të vërtet jemi shumë krenar në këtë aspekt. Edhe pikërisht që ky reagimi është vulja më e mirë që ju ja keni dalë, edhe që një zyrë e tillë duhet me pas, jo vetëm ju si universitet, por duhet me pas gjitha fakultetet, universitetet, dhe jo ta kenë një zyrë formale, por një zyrë që është aktive. Sepse disa e kanë, por thjesht nuk disa universitete, studentët as nuk janë të vetëdijshëm që ekziston ajo zyre. Mund ndodhet ajo. Ka edhe studentë tek ne ndoshta që asnjëherë nuk kanë
pas qasje ose s'kan pas dëshirë të vinë, po kanë qenë vetë të gjendshëm. Ndoshta kemi pas një shtymje për ta ose një këshill shumë të vogël, po prap për ata që janë në nevojë marrin shumë këshilla dhe materiale të gatshme dhe ju ndihmojmë shumë tutje në gjetjen e çfarë do lloj pune ose tutje ndaj internship. Por gjithmonë dikush ka nevojë për më shumë e dikush për më pak për t'u gjendë. Arinda, faleminderit shumë që ishe pjesë dhe që ndave këto këshilla me ne. Okej, faleminderit shumë Gili, ka shumë me fol, ndoshta ka edhe shumë aftësi tjera të cilat ju mundsojnë studentëve për mu përgatitur për treg, po pasi kemi pak kohë, flasim edhe tjera herë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.